lidhur me këtë kallëzim, unë kam siguruar provat e nevojshme, çka vërtetojnë që i gjithë segmenti prej 64 km i rrugës Arbrit është një abuzim total, sidomos tuneli kryesor i Murrizit. Deputetja e Partisë Demokratike Denisa Vata i ka dërguar një shkresë zyrtare ARSH-s ku i kërkon shpjegim lidhur me gjendjen e tunelit të Murrizit dhe në përgjigje ARSH i përgjigjet. Tuneli Murrizit, pjesë e segmentit 3 të territorit të rrugës Arbrit, është segment që nuk është dorëzuar ende pranë ARSH-s për ndjekjen e procedurave të kolaudimit. Pra, ky dokument zyrtar nga ARSH tregon që tuneli Murrizit është hapur për qëllime politike në mars të vitit 2025 dhe nuk është kolauduar nga ARSH, çka tregon që jeta e qytetarëve të Dibrës dhe mbar Shqipërisë që kalojnë në tunelin e Murrizit është e rrezikuar çdo ditë më shumë. Pra, tuneli Murrizit nuk duhet të hapej dhe nuk duhej të kryente asnjë funksion për shkak të mos kolaudimit nga ARSH, por qeveria shqiptare, Belinda Balluku, së bashku me drejtorët e saj, e kanë hapur këtë për arsye elektorale, duke vënë në rrezik jetën e qytetarëve. Dua t'u them se kompania Gjoka Construction, e cila është një prej palëve që kam kallëzuar, ka shkelur aktualisht shoqëria që ndërton këtë rrugë dhe tunelin, është në shkelje flagrante të nenit 199, 289 dhe 85 të kodit penal. Pasi nuk ka kryer kolaudim teknik fundamental. Nuk është lëshuar justifikata e përdorimit sipas legjislacionit në fuqi. Nuk janë verifikuar dhe certifikuar standardet e sigurisë teknike dhe strukturore. Nëse nuk janë funksionale elementet e domosdoshëm të sigurisë. Pra, lidhur me këto fakte, me këto të dhëna, neve kemi paraqitur SPAK këtë kallëzim penal për Belinda Ballukun, Gentian Gjylin, Gjoka Construction dhe Viz Berberin si personat kyç të cilët në kundërshtim me ligjin, në abuzim total me taksat e shqiptarëve kanë shpërdoruar detyrën. Ne i kemi dhënë faktet e nevojshme SPAK dhe unë besoj që Klodian Braho, së bashku me prokurorët e çështjes, që do të hetojnë këtë rast, do t'i shtojnë një akuzë penale tjetër Belinda Ballukut lidhur me këtë çështje. Ngrihen disa pyetje, si është e mundur që kompania Gjoka, e cila ka ndërtuar tunelin e Murrizit, është e njëjta kompani e favorizuar që ndërtoi tunelin e Llogaras. Si është e mundur që tuneli ndërtuar apo tunelet e ndërtuar nga kompania Gjoka kanë probleme teknike dhe i vën jetën në rrezik të qytetarëve. Ne dim çfarë ndodh tunelin në Llogaras. Është i pokolauduar. Është tuneli i hapur pa leje ndërtimi. I njëjti fenomen ndodh me kompaninë Gjoka edhe në tunelin e Murrizit. Pra, kompania Gjoka nuk ka eksperiencën e nevojshme për ndërtim tunelesh dhe shkon edhe ndërton tunele. Kjo është vepër penale. Duhet të themi një gjë, që supervizionin e tunelit Murrizit e bën babai, ndërsa ndërtimin e bën i biri, djali Rok Gjokës. Dhe ndërkohë, duke mos pasur eksperiencën e nevojshme, babai i jep referencë të birit dhe i thotë që kompania e djalit të tij mund të ndërtojë tunele kur s'ka eksperiencë. Eksperti kryesor, projektuesi i tunelit Murrizit dhe rrugës Arbrit, zoti Kaba, në një intervistë të dhënë para disa kohëve, ka thënë që kompania që ka ndërtuar tunelin e Murrizit nuk ka eksperiencën e nevojshme për ta ndërtuar këtë tunel. Në tunelin e Murrizit është ndryshuar gjurma. Ka pas një gjurmë fillestare në vitin 2004, për shkak të problemeve teknike, problemeve gjeologjike, është ndryshuar gjurma dhe këtu janë shpenzuar për investimin e këtij projekti 10 milion euro. 10 milion euro tashmë u shpërdoruan dhe u zhvendos gjurma nga një projekt i parë në projekt të dytë, 145 milion euro. Ndërkohë që kompania kishte marrë përsipër ndërtimin e tunelit për 22 milion euro. Si është e mundur që në këto përmasa abuzimi, askush nuk marr përgjegjësi. Prandaj, si qytetar, si gazetar i angazhuar, jam këtu për ta ndjekur deri në fund të rastit, që paratë e shqiptarëve mos të ikin më dëm, që Belinda Balluku të hetohet për çdo vepër penale apo abuzim me detyrën që ka kryer në të gjitha infrastrukturën rrugore në vend për sa kohë ajo është ministre, së bashku me drejtorët e saj. Edhe diçka të fundit, duhet të them që
neve do të jemi të gatshëm t'i paraqesim SPAK çdo provë të nevojshme e cila na kërkohet sa herë do të thirrem për çështje infrastrukturore apo për çështje të rëndësishme. Kjo nuk është deklarata ime e parë nga këtu, por unë do të vi shpesh herë në SPAK edhe për çështje të tjera të cilat nuk merren përsipër vetëm të denoncohen në media. Nuk merren përsipër vetëm të publikohen si raste, por unë do t'i kthej të gjitha këto në kallëzim penal në mënyrë që ata të cilët kanë abuzuar dhe duan të abuzojnë me fondet e takset e shqiptarëve të marrin atë çka drejtësia duhet t'i japë për veprën që ka kryer. Faleminderit.